Presidenti Aleksandar Vučić ka bërë një deklaratë të fortë gjatë një interviste ku ka folur për atë që ai cilëson si sulme të rënda personale dhe shpifje të vazhdueshme ndaj tij. Në fjalën e tij ai solli një shembull një nga formatet më ekstreme të sulmit duke theksuar se kundërshtarët politik përdorin akuza që prekin drejt për drejt familjen dhe dinjitetin e tij. Sipas Vučić ka pasur raste ku ndaj tij janë bërë pretendime fyese duke vënë në dyshim përjardhjen e tij familjare dhe duke përdorur gjuhën denigruese ndaj nënës së tij, si dhe duke aluduar për lidhje të pavërteta me shqiptarët, me synimin për të paraqitur atë në mënyrë negative në publik. Ai u shpreh se këto narrativa nuk kanë lidhje me debatet politike apo dhe me programet qeverisëse, por janë tentativa për të diskredituar në mënyrë personale dhe duke përdorur elemente të ndjeshëm si identiteti dhe origjina. Vučić theksoi se një gjuhë e tillë tregon nivelin e ulët të debatit politik dhe mungesën e argumentave reale ndaj kundërshtarëve të tij. Sipas tij, këto sulme synojnë të ndikojnë në perceptimin e publikut dhe të krijojnë një imazh të deformuar për figurën e tij politike. Ai shtoi se përballë këtyre akuzave ka zgjedhur të reagojë duke i denoncuar ato publikisht, duke i konsideruar ato si të papranueshme dhe të dëmshme për klimën politike. Deklaratat e tij pritet të ngjallin reagime të forta jo vetëm në opinionin publik në Serbi, por dhe më gjerë në rajon. Duke pasur parasysh ndjeshmërinë e çështjeve etnike në Ballkan, retorika e tillë mund të ndikojë në marrëdhënien nëpërmjet vendeve dhe tensionet politike ekzistuese.